إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vllazim mirë, sot e vazhdojmë me librin e gjenazeve nga Muwatta e Imam Malikut rahimahullah. Tani kemi arrit pjesa ku ka të bëjmë me ndalesën e namazit të gjenazës pas sabahit e pas namazit ikindis. قال الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر. مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع فقال وكان طارق يغرس بالصبح. قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس Imam Malik rahimahullah Abu Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah tregon që kur ka vdek Zejnebja binti Shika Ebu Selemes, Zejnebi bia Ebu Selemes, e kanë pru gjenazën e saj mas namazit të sabahit. Dhe emiri Medinës që ka qenë atëherë ka fal namazin e sabahit herët. Hala do të thonë sa ka qenë errësirë, si ka hivakje ka fal më një herë. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ka thonë atëherë ose falna tani gjenazën, ose lënë pasi të lind dielli. Kjo nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu në disa kohë të falet namazi gjenazës. Ajo është kur të lind dielli, kur të është dielli në zenit, kur të është duke përëndu dielli, në këto kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu që të falet namazi, përveç nëse është namaz me arsye. Abdullah ibn Umar ka thonë që kjo nuk është kohë e ndalesës, sepse nuk është kohë tamam duke lind dielli. Pra bën të falet gjenazja në këtë kohë me njëherë, nga se nuk është tamam atëherë kur është duke lind dielli. Kështu edhe sot veprohet në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në Mekë se falen gjenazet mas çdo kohe, dhe vaktet e namazeve falen kur të jenë vakti. E nuk vonohen namazet për këtë arsye i falen gjenazet edhe pas namazit të sabahit, edhe pas namazit të ikindis, dhe ndalesa është që të falet gjenazja në kohën kur përëndon dielli, apo në kohën kur është duke lindur dielli. Malik عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا سليتا لوقتهما. Thot Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ka thënë që falet gjenazja pas asrit, pas ikindis, edhe pas subhit, pas sabahit, nëse thot janë fal në vaktin e tyre, thot nëse nuk është vënë thot namazi, falen në atë vakt, nuk është problem.
Vazhdon pasaj thot as-salatu ala al-janazati fil masjid. As-salatu ala al-janazati fil masjid. Falja e xhenazës brenda në xhami. Falja e xhenazës brenda në xhami dhe se kjo gjë është e lejuar. Thot Malik an Abi Nadhr مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في المسجد حين مات لتدعو له فأنكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد tani është një transmetim nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha që gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ajo ka urdhëruar që të sillet ose të kalojnë me xhenazën e Sa'd ibn Waqqasit në xhami. Sa'd ibn Waqqas ka qenë një prej 10 të përgëzuar me xhennet për shokët e pejgamberit ose për shokët e parë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka urdhëruar që të kalohet me xhenazën e tij në xhami që ajo të lutet për të. Disa nga njerëzit thot e kanë shortuar dhe nuk e kanë pranuar këtë veprim të Aishës radhiyallahu ta'ala anha. E Aisha radhiyallahu anha ka thënë sa të shpejt janë njerëzit, apo sa shpejt kanë harruar njerëzit, ose sa të shpejt janë të mohojnë atë që nuk e dinë, të flasin nga ignoranca. Thot pejgamberi sa nuk ja ka fal xhenazën Suhejl ibn Bejdas përveç se në xhami. E ka përmend që kur ka vdekur Suhejl ibn Bejda radhiyallahu ta'ala anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fal xhenazën atina brenda në xhami. Prandaj xhenazat është e lejuar të falet edhe brenda xhamisë, nuk është ndaluar të falet, edhe pse veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që shumicën e rasteve xhenazën e ka fal jashtë xhamisë. Xhenazën e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jashtë xhamisë sallallahu wa salamuhu alayhi. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ka treguar dhe ka thënë që i është fal Umerit radhiyallahu ta'ala i është fal xhenazja brenda xhamisë. Kur ka vdek Umer radhiyallahu anhu pasi që është thirr nga Abu Lu'lu al-Majusi, është xhenazja i është fal brenda xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu ka transmetimi po ashtu edhe në ç'është vepruar në transmetim tjetër edhe me Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, thotë që ju ka fal xhenazja radhiyallahu ta'ala anhu brenda xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thotë جامع الصلاة على الجنائز përmbledhse e faljes namazit mbi xhenazet, faljes së namazit të xhenazës. مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. Maliku rahimahullah thot kam dëgjuar se Uthmani, Abdullah ibn Umeri, Abu Huraira i falin xhenazat, falin namazin xhenazat në Medinë, thot burra dhe grave bashk. I bënin thot burrat e gratë bashk, xhenazat thot burrat grave bashk. Dhe burrat thot i lenin në drejtim të imamit. Ndërsa gratë në drejtim të kibles. Do të thotë, gratë i kanë qitë përpara, burrat përmas do të në drejtim të imamit i kanë qitë gratë, ndërsa ka kibla përpara, në drejtim të imamit, afër imamit i kanë qitë burrat, ndërsa në drejtim të kibles i kanë qitë gratë,
ثت مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه حتى يسمع من يليه. ثت مالك transmeton nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu që kur ka fol namazin e xhenazës thoshte ka dhënë selam që ta dëgjoj të dëgjojnë ata që kanë qenë mbrapa tita, që kanë dëgju ata që kanë qenë që kanë qenë afër tij. Çfarë kjo qëllimi thotë që disa nga ulema kanë mendimin që imami kur t'jap selam mos me dhomë të mëdha selam, selamu alejkum wa rahmatullah, po më thon pak, është selamu alejkum wa rahmatullah, shkurt. Kjo është disa mendime, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë tamam selam radiyallahu sallallahu wa salamu alayhi. مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. Maliku ka transmetuar nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu ka thënë që nuk bën të falet njeriu, nuk bën të fal xhenazën dikush përveç se duke qenë i pastër. Qëllimi të jetë i pastër, të jetë me abdes, të jetë i pastër në trupin e tij dhe thotë qëllimi pastërti nga xhunullaku dhe të ketë abdes. Thotë nuk bën të falet xhenazja përveç se me abdes dhe me gusull, me abdes dhe me gusull. قال يحيى سمعت مالكا رضي الله رحمه الله يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه. Maliku rahimahullah thotë nuk kam pa dikën nga ulemat të ndaloj ose të urrej faljen e xhenazës për kopilin, bastardin dhe nënën e tij, dhe nënën e tij thotë. Çfarë qëllimi thotë nuk ka dikush prej ulemave që ka ndaluar të falet xhenazja e kopilit, i fëmia i cili është lindur jashtë martesës, nga marrëdhënia jashtë martesore, dhe të falet xhenazja e nanës së tij, e nanës së tij. Kjo çka do thotë që qëllimi është që njerëzit edhe nëse bëjnë gabime, siç është zinaja, që është prej gjunave më të mëdha, dhe ndonjë grup mund të ketë kopil, do thotë bastard me zina, edhe nëse vdes ajo apo i vdes fëmia, nuk bën mos t'i falet xhenazja, por duhet t'i falet xhenazja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fal xhenazën edhe asaj gruas që ka pranuar që ka bërë zina dhe e ka gurzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka urdhëruar pastaj sahabit që t'ja falin xhenazën, nga se prej rrugës së sunnetit është që gjunaqtarët e mëdhenj, ata që bëjnë gjuna më janë gjunaqtarë dhe puna e tyre është Allahu subhanahu wa taala. E ata nuk dalin nga feja Allahu subhanahu wa taala me gjunohin e tyre. Gjunohet e mëdha nuk e nxjerrin njeriu nga feja, përveç nëse njeriu e bën gjunohin e madh dhe thotë që kjo gjuna nuk është asgjë apo është halal. E thot me fjalën e tij besimin e tij që kjo është halal. E nëse ka atë besim, atëherë del nga feja e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk i falet xhenazja. Mirë po, nëse bën zinë, nëse vjell, nëse bën gjuna të mëdha, atëherë nëse merr dënim në dunjë, ose merr dënimin në dunjë, pastrohet në këtë dunjë me lejet e Allahut. A nëse nuk merr dënimin në dunjë, dënohet te Allahu subhanahu wa taala, nëse don Allahu subhanahu wa taala ta dënoj. Mirë po nuk bëhet kafir, nuk nxjerrën nga feja e Allahut, siç bëjnë xhavarixhët, të cilët i nxjerrin njerëzën nga feja e Allahut dhe i konsiderojnë gjunaqtarët, ata që bëjnë gjunahe të mëdha, i konsiderojnë si njerëz të dalur nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Tani vazhdon thotë ma jaa fi dafni al-mayyit, ma jaa fi dafni al-mayyit. Çfarë ka ardhur me atë që ka të bëjë me faljen me varrimin e të vdekurit, مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد فقال ناس يدفن فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون
يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه، فسمعوا صوتا يقول: لا تنزعوا القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وآله وسلم. Maliku thot ka dëgjuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vdekur ditën e hënë. Ka vdekur ditën e hënë dhe është varrosur ditën e martë. Është varrosur sallallahu alaihi wasallam ditën e martë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek më 12 Rabi'in al-Awwal sipas vitit 11 të Hijrit. Thot 12 Rabi'in al-Awwal vitet 11 nga Hijreti, 12 të tretit vitit 11. Tani do thot na jemi vitin 1448 sipas Hijretit. Sot është dita e parë e vitit 1448 sipas Hijretit. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek para 1437 vjetëve sallallahu alaihi wasallam. Ka vdek dhe ditën e hanë, ka vdek pejgamberi ditën e hanë, dhe është varros ditën e martë të nesërmen. Transmetimi tjetër e maj që kanë shumica ulema thonë është varros të natën e mërkurës, është varros natën e mërkurës, që i vjen të martën pas perëndimit të diellit. Atëherë quhet nata e të mërkurës. Nata e të mërkurës, do thot mas një ditë e gjysmë ka është varros parafërsisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe njerëzit thot ja kanë fal xhenazën një nga një dhe nuk ka pas imam që ja kanë fal që ja kanë fal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam xhenazën, që ja kanë fal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam xhenazës, nuk kanë fal me xhamat edhe me imam, por janë fut grupe të dhoma ku ka vdek pejgamberi sallallahu ka vdek në dhomën e Aishës radhiyallahu ta'ala anha dhe ja kanë fal xhenazën një ka një, secili veç. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu është imami i të gjithë muslimanëve. Prisi i gjithë muslimanëve dhe s'ka pris që mund të dalë para tij sallallahu alaihi wasallam. Prandaj për këtë arsye sahabët e pejgamberit sallallahu kur ja kanë fal xhenazën pejgamberit sallallahu secili ka fal veç xhenazën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot në disa kanë thënë varroset pejgamberit sallallahu te mimberi aty ku e ka mbajt hutben sallallahu alaihi wasallam. E disa të tjerë kanë thënë jo, varroset në Beqi', varresat e Beqi'ës. E atër thot ka ardhur Abu Bekr radhiyallahu ta'ala anhu dhe ka thënë, e kam dëgjuar, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanë dëgjuar të thot, nuk ka ndodhur asnjëherë të vdes një pejgamber përveç se është varrosur në vendin ku ka vdekur, Dhe atëherë i është hapur gropa në vend ku ka vdekur, në vendin ku ka vdekur, në dhomën e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, dhe kur kanë fillu ta lajnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë dashur që t'ia heqin këmishën. Dhe këmishën qëllimi është si xhelabia, këmisha e gjatë, rroba e arabe, rroba e njohur e arabe, kanë dashur t'ia heqin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë kanë dëgjuar një zë që ka thënë mos e hiqni këmishën. Dhe nuk i është hequr këmisha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja kanë la xhenazën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke pas këmishën e veshur sallallahu alaihi wasallam, që të mos i zbulohet avreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، وأحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أول؟
عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maliku ka transmetuar nga Urwa ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu thotë që kanë qenë në Medinë thotë dy burra që kanë punu me varre, thotë që kanë qenë varrmica. Njëri prej tyre thotë ka bërë varrin me lahd, ndërsa tjetri ka bërë varrin pa lahd. Lahd, çfarë do thotë lahd është të hapet varri në mënyrë të drejtë, e në fund në drejtim të kiblës të çelet një farë dollapi, si dollap, atu të futet xhenazja, thotë. E tjetri thotë ka bërë varret ashtu siç bën varret tona, vetëm drejt varrin ashtu e kanë bërë. Dhe kanë thënë kush vjen i pari thotë do të veprojmë punën e tij thotë. Dhe ka ardhur thotë ai që ka ardhur i pari ai që ka bërë lahd. Dhe ashtu është varros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë kjo nga se lahdi edhe shakku dhe dy format e hapjes e varrit, të dyat janë të lejuara. Mirë, po më e mira është të bëhet lahd, thotë që është të bëhet si dollap në fund të varrit në drejtim të kiblës, atu të futet xhenazja. E kjo është forma më e mirë dhe këtë formë Allahu subhanahu wa taala e ka zgjedhur për pejgamberin e tij sallallahu alaihi wa alihi wasallam. بصيت مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. أم سلمة رضي الله تعالى عنها thot Hind bint Abi Umayya radhiyallahu ta'ala anha thot nuk kam besuar që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kam besuar në vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa i kam dëgjuar thot derisa kam dëgjuar zhurmën çllimi i zhurmën e kazmave që kanë punu dhe kanë çel tokën që të hapet varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo nga se vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një goditje e rënë dhe tronditje e madhe për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bilumir radhiyallahu anhu nuk ka mujt me besu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vdek. Bile ka kërsu njerëzit, ka thënë kush thotë që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta vrasë. I ka kërsu njerëzit. Derisa ka ardhur Abu Bekr radhiyallahu ta'ala dhe ka çetsu situatën dhe ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek. Sallallahu wa salamu alaihi. Kështu është çetsu edhe Umm Salama radhiyallahu ta'ala anha. قد مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت 3 أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها Aisha radhiyallahu ta'ala anha tregon thot kam parë thot që 3 hana kanë rënë në dhomën time thot kanë rënë 3 hana thot dhe ja kam tregu kët ëndër babait tim Abu Bakr radhiyallahu anhu thot e kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është varrosur në shtëpinë e saj Abu Bakr radhiyallahu anhu i ka thënë kjo është një nga hënat tua dhe ajo është hëna më e mirë. Kjo nga se në dhomën e Aishës radhiyallahu ta'ala anha janë varrosur 3 njerëzit më të mirë të muslimanëve. Është varros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe 2 sahabit më të mirë, Abu Bakr dhe Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Të gjithë këta janë varrosur në shtëpinë në dhomën e Aishës radhiyallahu ta'ala anha. E përshtai Abu Bakr radhiyallahu anhu ka thënë, kjo është njëra nga hënat tua dhe ajo është hëna më e mirë. Radhiyallahu ta'ala anhu.
Pastaj vazhdojnë thot Malikun an ghayri wahidin عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن بها. Maliku rahimullah ka dëgjuar nga më shumë se një njeri që ka qenë besnik se Sa'd ibn Abi Waqqas edhe Sa'id ibn Zejdi kanë vdekur të dytë në Aqiq dhe janë bartur deri në Medinë dhe janë varrosur në të. Aqiq është një lugin në Medinë, që është pak më larg në Medinë. Tash është pjesë e Medinës së Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, por më herët ka qenë si fshat i Medinës. Edhe thot kanë vdekur aty dhe gjenazën e tyre kanë sjell në Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë varrosur në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه Urwa ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu ka thënë nuk kam qef që të varrosem në Beqi'. Beqi' janë varrezat e Medinës, që janë në lindjet të xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të varrosem thot jashtë Beqi' sot është më e dashur për mua. Nga se aty janë dy njerëz, ata janë dy njerëz. Do të ata që do të varrosën pranë tyre, do të jenë dy lloj njerëz. Imma zalimun fala uhibbu an udfana ma'ah. Ose është një zullumçar. S'kam qef të varrosem me ta. Ose është një njeri i mirë, thotë nuk dua që t'i lëvizën ishtrat. E tash dikush mund të mendoj pse kështu? Pse ka thënë këtë fjalë Urwa ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu, që është prej tabiinëve. E ka thënë këtë nga se Beqi'a është vendi i varrosjes së banorëve të Medinës. Në të janë varrosur më shumë se 10.000 prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shumica e grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në Beqi' ka pas thot shumë të varrosur. Mirë po, Beqia thot si kanë zonë këtë njerëzit. E çka bojnë pastaj në Beqia? Edhe sot e kësaj dite ashtu bëjnë. Masi e varrosin njerëzit, pas një kohe, kur vinë njerëzit ri, mu varros të ri, i hapin varret dhe eshtrat e njerëzve të vdekur i palojnë dhe i shtyjnë me një qësh. I shtyjnë qësh dhe e varrosin gjenazën e ri. Edhe kësot e kësaj dite kështu vendoset, nga se vdesin njerëz plot edhe gjithë varrosen në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Beqi' edhe ashtu veprohet. E ky s'ka pas çfarë thot, pse thot ose të varrosim nga afër një zullumçari. Ai zullumçari mund të dënohet varrin e tij, ndoshta mund të dëgjoj diçka nga dënimi i tij duke qenë në varr bashkë me ta. Apo thot mund të jetë një burr i mirë, t'i lëvizën eshtrat atij për mua. Mirë po, ajo e mira është që njeriu nëse ka mundësi të vdes në Medinë, të vdes në të, nga se pejgamberi sa ka thënë Man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyamut fa inni shafi'un lahu yawm al-qiyamah. Kush ka mundësi nga ju të vdes në Medinë, le të vdes në të. Nga se unë do t'jem ndërmjetësues shefatxhi për të ditën e Kiametit. Edhe plot për ulemave ton
edhe gjatë historisë burra të mirë, janë munduar që vdekja t'i kap në Medinë. Për tyre është Umer radhiyallahu ta'ala anhu, që e ka lutë Allahun subhanahu wa ta'ala të vdes në Medinë dhe të vdes shahid në Medinë. Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka mundsu këtë. Ai ka vdekur në Medinë të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka vdekur si shahid. Ai ka vdekur si shahid radhiyallahu ta'ala anhum. Në kohën moderne e kemi shembullin e hoxhës tonë, Sheikh Abadit, Abdul Muhsin al-Abbad, Allahu e rujt dhe forcoft, i cili tani vetëm se i ka bë 95 vjet, radhiyallahu wa rahimahu, dhe Allahu e rujt dhe forcoft. Ai ka vite dhe ka më shumë se 10 vjet që nuk lëviz më nga Medina. Deri para 10 vjetëve shkon të verës, për shembull në qytete prej nga është nga Zulfi, qyteti i Zulfit. Verës shkon të rrinte nga një muj në Zulfi, ose shkon të nga një herë diku tjetër, mirë, po ma nuk shkon hiç. Veç në Medinë rrin. Bile edhe kur është rrëdzu dhe i ka thy koma dhe ka pas nevojë për të mjekohet jashtë Medinës, nuk ka pranuar me lëviz nga Medina. Ka thonë nëse gjoni i laç në Medinë, përndryshe nuk dal nga Medina. Çka qëllimi thotë që të arrijë vdekja në Medinë. Tani po kam dëgju nga plot kam dëgju disa nxënës të dijes, kam thënë që shehu jon Abdurrazaku, biri shehut ton Abadit, Abdul Muhsinit, po ashtu edhe ai është parafërsisht tash ka bërë 70 vjet, Allahu e rujt. Dhe ai po ashtu ka fillu tash mos të lëviz nga Medinja. E thrasin në ligjërata në qytete të tjera të Saudis e nuk shkon. Thotë nëse doni vini në Medinë, ndëgjoni ligjëratën këtu, unë nuk dal nga Medina e Rasulullahit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kjo është ajo që kemi pas për sot. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.